Të dashur miq nga Federata e Futbollit e Kosovës, i dashur president, i dashur Agim, teksa viti 2025 po i afrohet fundit, është një moment i natyrshëm për të reflektuar mbi atë që është arritur dhe për të parë përpara, me të njëjtën energji pozitive drejt mundësive që do të vinë. Në emër të UEFA-s dhe në emrin tim personal, ju lutem pranoni urimet tona më të përzemërta për ju dhe për Federatën e Futbollit të Kosovës për një vit 2026 të suksesshëm dhe frymëzues. Po ashtu dëshirojmë t'ju përgëzojmë ju dhe ekipin tuaj për punën e fortë dhe progresin e qëndrueshëm të realizuar gjatë vitit të kaluar. Për kushtimi juaj për zhvillimin e futbollit në Kosovë dhe për mbështetjen e gjithë atyre që janë të përfshirë në këtë sport, ka qenë i qartë, me ndikim dhe i vlerësuar gjerësisht në qarqet evropiane të futbollit. Ndërsa ndeshjet e play-offit të muajit mars po afrohen dhe mundësia për të kualifikuar në Kupën e Botës të FIFA-s po bëhen më të prekshme, ju urojmë shumë fat dhe që të jeni në formën tuaj më të mirë. Ne presim me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin ton të shkëlqyer edhe në vitet që vijnë. Le të na sjellin ato jo vetëm shëndet të mirë dhe momente të paharrueshme futbolli, por edhe shumë mirë kuptim dhe mbi të gjitha paqe. Me respekt, Aleksandar Çeferin, presidenti UEFA-s.